Mirëdita të gjithëve. Në dosjet e Epsteinit, Enver Hoxha, Nën Tereza dhe emra të tjerë dhe gjithë rrjetet janë mbushur plot. Nuk ka një rrjet social që nuk flet për këto thashe theme. Dhe tani doja që të bëja një përmbledhje të shkurtër sepse ja vlen. Ne flasim këtë gjuhë. Komunikojmë në gjuhën shqipe dhe është turp. Është turp që sot në vitin 2026 përveç se shumë njerëz nuk lexojnë, por një pjesë prej tyre le të themi që modifikojnë foto, ose modifikojnë shkrime, ose përveç për klikime flasin në teori, thashe theme, dhe hedhin balt mbi disa figura shqiptare. Dhe është mirë për ta diskutuar. Dëgjojeni me kujdes. Dëgjojeni. E përsëris, është për secilin prej jush. Mbajeni mend këtë. Unë nuk fitoj gjë, nëse do them një gënjeshtër apo një të vërtetë. Unë mundohem që t'jem asnjanës, pa dyshim askush nuk është perfekt, por unë mundohem që t'jem asnjanës dhe sot do t'ju them, sepse kam lexuar shumë, nuk kam folur deri tani, por kam lexuar shumë. Dhe nga ato që kam lexuar do t'ju them se çfarë flitet në rrjetet sociale dhe ku qëndron e vërteta. Atëherë, për sa i përket Enver Hoxhës, në fajlet e Epsteinit nuk përdoret si një provë hetimore. Jo, përmendet aty një fjalë e Enver Hoxhë, që flitet për Enver Hoxhën, që flitet për Enver Hoxhën. Dhe bëhet fjalë për vitin 2011, ku Epstein shkruan që ashtu siç përfunduan Enver Hoxha apo Ceausescu apo të tjerë. Pra, e cilëson këtë, si mund të quhet, këtë vepër ose këtë problem që ai po haste, tamam ashtu siç ndodhi edhe me Enver Hoxhën ose edhe me Ceausescun. Pra, Enver Hoxha përmendet thjesht si një emër, si një titull. E para, e dyta, që është më e rëndësishmja, kur ai flet për këto investime dhe për këto lëvizje, këtu duhet përqendruar. O njerëz, këtu duhet përqendruar. Kur flet për investime dhe për shkatërrimet, qoftë një kombi apo të një tjetri, aty duhet, sepse ka lidhje, lindja e mesme, ka me fjalë problemet e shteteve tjera që unë nuk dua të hapem këtu sepse fillon një polemik pastaj, por është turp i madh. Është turp që përveç se ato fajle i gjeni online, i lexova, dhe janë miliona fajle, por mjafton që aty tek ajo PDF-ja të vendosni emrin që kërkoni. Për shembull, nëse doni të vendosni Shqipëri apo Albania apo Enver Hoxha apo si e keni parasysh tek kërkimi, ku aty tek fajli, ku shikoni në çdo fajl po flasë, nëse hapni një fajl, mjafton sipër në kërkim që të vendosni një emër për shembull që ju intereson juve. Dhe shikoni se çfarë ka folur. Për sa i përket Nën Terezës, Nën Tereza u takua vërtet në vitin 1988 sipas dokumentave, por kjo është e njohur që u takua Nën Tereza me Maxwell, me të atin e të dashurës së Epsteinit, sepse bëj fjalë për disa të ardhua financiare, ashtu siç bënte çdo herë. Ajo ka takuar me miliona, edhe në Shqipëri ka takuar, edhe në çdo vend, në Itali, në Greqi, në Zvicër, kudo ka shkuar, sepse mblidhte fonde. Dhe takimin që ka bërë me Maxwell e ka bërë për fonde, sepse duke qenë një biznesmen dhe për më tepër duke qenë në i vendeve ebraike, okay? Kishte lidhje të forta, okay? Dhe këto asaj nuk i interesonin. Se pse do t'i interesonin lidhjet? Intereson dhe vetëm në qoftë se kishin të ardhur për ta ndihmuar. Shiko, që kur dolën dosjet e Epsteinit, disa, madje edhe disa njerëz të shquar, hedhin balt mbi Nën Terezën. Së pari, duhet të dini, informohuni. E dyta, mendojeni pak, pse duhet të flasin një pjesë, se pastaj pjesa tjetër nuk lexon, nuk informohet, dhe pastaj
flasin pa fund dhe shtojnë gjëra pa fund. Pra, një njeri hedh një gur dhe të tjerët shkojnë pas. Po pse flasi, sepse ky është problemi kryesor. Çfarë bëri të keqe nën Tereza? Thash, unë e përsëris edhe një herë, nuk dua, unë jam asnjërs, nuk dua të di për askënd. Por kjo është e vërteta, çfarë bëri të keqe? Pse ndihmoi disa fëmijë? Pse ndryshoi fenë e saj? Gjithsekush e ndryshon fenë. Kushdo e ndryshon fenë. Feja është vetëm një diktim i një sekti apo një tjetër. Nuk është, sepse Zoti është një. Zoti është një për të gjithë. Zoti nuk është as i krishter, as ortodoks, as musliman, as budist, as gjë. Zoti është një, i ka krijuar që të gjithë. Këto që thash më përpara janë vetëm doktrina të çdo sekti, sepse doni apo nuk doni, këto janë sekte. Janë sekte të krijuara nga dikush që besonte që kjo kishte lidhje me Zotin, edhe kjo, ata që erdhën më pastaj, kjo është rruga e drejtë për të dashuruar ose Zotin, ose për të qenë i denj për Zotin. Kaq. Keni edhe Jahvet, të gjithë ta, keni edhe Jovat, keni edhe Judit, keni të gjithë. Pra të gjithë praktikojnë një Zot të vetëm. Tani, ka shumë që ndryshojnë rrugën e tyre. Ka disa që teksa ndryshojnë rrugën, marrin me vete edhe shumë të tjerë, në këtë rast edhe nën Tereza. Dhe kujt i shkeli në këmbë nën Tereza? Normal, kujt i shkeli në këmbë? Atyre që nuk u interesojnë. Pra që nuk u interesonte që nën Tereza të ishte ajo që ishte. Por duhet të qëndronte në besimet e atyre që dëshironin disa të tjerë. Pse po e them këtë? Po e them se ky është fakti i dytë, përveç se duhet të informoheni që nuk është e vërteta ajo që thuhet, por ky është fakti i dytë. Dhe fakti i tretë që është akoma më i rëndësishëm është shqiptare. Nën Tereza ishte shqiptare, është shqiptare dhe do të mbetet shqiptare për çdo që mund të flas lart apo poshtë. Është shqiptare dhe mbajeni mend, e mban gjithë bota, e respekton gjithë bota, dhe shqiptarët e hedhin poshtë. Këtu duhet të përqendroheni. Pse? Pse duhet ta hedhin poshtë një shumë e madhe e shqiptarëve? Për çfarë arsye? Nëse zbërtheni këtë mister, keni kuptuar çdo gjë. Për të mirën tuaj, jo për të se mua nuk më intereson fare. Çfarë do lloj gjëje që kemi diskutuar tu e kam diskutuar vetëm për t'u informuar. Për ju. Sepse kështu lindi me emisionin Enigma, lindi informacioni. Tani ato që di unë, thash në emisionin Enigma, ato që di unë, tani dua t'ja u tregoj edhe miqve të mi dhe shokëve të mi. Dhe kështu filloi. Dhe që atëherë unë nuk resht së informuari. Kaq. Por në qoftë më keni dëgjuar ndonjëherë që të jem i një partie apo të jem i një besimi, keni dëgjuar ndonjëherë që të them kujt besimi i përkas? Asnjëherë. As edhe një herë. As edhe njëherë, as për parti politike, as edhe njëherë, as për besim, as edhe njëherë se çfarë besoj unë apo si. Jo, mundohem që t'jem asnjërs. Mundohem thash, askush nuk është perfekt. Dhe pse kjo? Pikërisht për një gjë. Sepse unë në qoftë se jam asnjërs, informacioni që i vjen njerit që nuk është besimtar dhe informacioni që i vjen tjetrit që është besimtar i vën në nivel. I vën në nivel dhe thon pa prit njerë dhe mendon. Nga momenti që mendon, del ajo fjala që ju keni lexuar me mira herë që e them, ose kur e them ndonjëherë, cogito ergo sum. Pra un jam dhe tani mendoj me mendjen time. Nga ajo fjalë filloi emisioni Enigma, nga ajo fjalë gjendemi këtu së bashku, nga ajo fjalë lind mendimi alternativ në mendjen tuaj, sepse nga momenti që fillon mendimi alternativ, pra cogito ergo sum, un jam dhe mendoj, nuk do përqendrojmë tek ato çka thon të tjerët, por do e lexoj vet, do e kuptoj vet, nga ky moment bëhesh i informuar dhe nga momenti që bëhesh i informuar, ti bëhesh i ditur dhe nga momenti që bëhesh i ditur hyn në një tjetër nivel. Më thoni,
Shiko, unë, më thoni ju, por unë kam, po thuj, çdo ditë me mira në të gjitha rrjetet sociale që më falenderojnë, sepse thonë, këtë nuk e dija, ose faleminderit për këtë informacion, faleminderit për këtë informacion. Pse? Nuk bëj asgjë të keqe, nuk ofendoj askënd, nuk fyej askënd, nuk i shkel këmën askujt, vetëm diskutojmë për argumente të shumta. Dhe pse po e them këtë? E bëj në shqip, mund ta bëja shkëlqyeshëm në gjuhë të tjera. Mund ta bëja të shkëlqyeshëm në gjuhë të tjera dhe do të kisha më shumë follower sepse janë më shumë në popullat. Dhe do të kisha më shumë më pak probleme dhe që jo kjo e një partie, jo kjo e një besimi e tjerë, duke ofenduar njëri tjetrin e duke pse? Dëgjoni, o njerëz, sinqerisht po them, ju dua fort e dua Shqipërinë, dua vendin tim ku kam lindur, sepse nuk mund të mohohet një vend ku ke lindur. I dua të gjithë, ndaj fillova në gjuhën shqipe dhe ndaj jam këtu ende duke folur në shqip. Pra, e para ju dua, dhe e dyta që është më e rëndësishmja, informohemi së bashku sepse edhe unë kam mësuar nga ju. Dhe të ofendosh figurat shqiptare ose të shtosh probleme që nuk ekzistojnë, është turp i madh. Është turp. E fillova me këtë fjalë dhe me këtë dua ta mbyll. Është turp. Ta mendosh që një pjesë hedhin gurin, pra një pjesë që gjoja kanë lexuar, shkojnë aty dhe thonë që ka folur Epsteini për Nën Terezën, ka folur Epsteini për Enver Hoxhën, apo për emra të tjerë, sepse ka dhe emra të tjerë që unë nuk dua t'i them tani, sepse brenda gjenden edhe emra të rëndësishëm, të tjerë, të politikës, madje që janë sot në politikë, pa dikur nuk ishin politik fare, biznesmen dhe ku ta di unë. Por duhet të dini dhe diçka tjetër, okay? Në ajo që askush nuk e ka thënë dhe unë po ja u them këtu. Mbajeni mend. Këtë video shkarkojeni. Mbajeni mend. Dëgjoni me kujdes. Nuk jam askushi. Vi nga askund, vi nga llumi, nga një vend që ishte llum dhe u mundohem që të informohem. Sepse aty kam punuar në llum, është e vërtet kjo, nuk e mohoj. Dhe po ju them, në qoftë se ka diçka për të folur, mund të flitet për një gjë të vetme. Ai vend, ajo Shqipëri, janë tallur njerëzit të gjithë me të. Okay? Dhe vazhdojnë të tallen, sepse duke investojnë që të dominojnë dhe të bëjnë çfarë do qefi dhe ta bëjnë të tyren atë vend dhe e kanë bërë të tyren atë vend. Okay? Këtu duhet thelluar, sepse qoftë me investimet që bëjnë, sepse nga momenti që dikush investon, ti je i detyruar që ti përshtatesh ligjeve dhe rregullave të tij. Apo jo, në qoftë se unë të pagoj, ti je i detyruar, sepse ndryshe duhet të më kthesh parat mbrapa dhe duhet i kthesh 2 fishin parat mbrapa. Atëherë ti do bësh si të them unë. Apo jo, një kjo. E dyta, unë mund të çoj këtë dua, mund të heq popullin shqiptar dhe të çoj këtë dua atje. Këtu duhet të përqendruar, o njerëz. Këtu. Sepse rregullat që janë bërë deri tani janë bërë siç është dashur. Pra, jo si ka dashur Shqipëria, por siç është dashur kush ka investuar. Dhe Epstein, falet e Epsteinit, dalin haptazi, qartë në qoftë se ju e kuptoni mirë. Por, kush ka lexuar fajlet aty ku përmendet Shqipëria ose në disa emra shqiptar. Këtu duhet përqendruar. Sa e vështirë është, është shumë e vështirë, nuk e keni iden. Shumë e vështirë. Dikush nga ju një ditë tha, po pse o Nadir, pse lodhesh o Nadir? Pse lodhesh? I thash, aq sa ditash dua që ta diskutoj me shokët e mi, më pëlqen që ta diskutojmë. Dhe unë mësoj nga ta mësoj nga unë, thash kaq. Por nëse do lodhem, thash një ditë keq që nuk e di. Ndonjëherë njeriu edhe lodhet keq, do e braktis. Do e braktis dhe them, okay, vazhdoni edhe kaq. Dikush nga ju do thotë, po mirë, nuk kemi humbur gjë. Dakord. Okay? Por në heshtje padyshim shumë kanë fituar nga këto informacione, jashtë mase. Megjithatë nuk ka asnjë problem. Por ajo që më vjen shumë keq është fakti që njerëzit nuk informohen, përlyejnë emra kot më kot dhe tjetra shkojnë kundër vetvetes,
Sepse nëse ti përlyen emra, nëse thua një fjalë të keqe për një shqiptar, për Shqipërinë, ti ke përlyer vetveten. Dhe mbajeni mend, sot apo nesër do të mbije mbi ty. Edhe sikur mos të jetosh në atë vend, do të bien. Mbajeni mend këtë fjalë që po ju them. Do bien mbi ty, mbi çdo që flet. Pra, ky është problemi kryesor. Problemet duhen parë se çfarë kanë bërë ata, qoftë me fajlet e Epstein dhe të tjerë, çfarë kanë bërë për Shqipërinë dhe çfarë kanë në kontroll aty. Ai është problemi. Dhe kush kontrollon në të vërtetë bëhet një luftë e tmerrshme që ju nuk e keni iden. Dhe disa lobe, disa e kanë bërë me kohë të qëllimshme gjëra që nuk mund të flasin fare. E kanë bërë shumë, ka patur kohë, e kanë bërë me kohë të qëllimshme të vendosin disa grupe, disa lobe në Shqipëri, pikërisht për ta shpartalluar atë vend, sepse u duhet ashtu. Dhe do të jetë i vetmi i fundit që mund të futet në Bashkimin Evropian. Në fund, ta dëgjoj kush të doj këtë. Unë jo se di gjithçka, por për këtë kam të drejtë, sepse është bërë e qëllimshme. Nuk ka shans që të futet tani për tani. Mund të futet e fundit fare Shqipëria. Pse? Sepse ashtu janë punët. Kalofshi një ditë bukur.